Jo si zhvillimeve ndërkombëtare më është bashkuar në studio me fokusin kryesor vizitën e kryeministrit Edi Rama në këtë moment në Izrael. Zoti Beqiri, faleminderit që jeni me mua në studio. Kënaqësi, faleminderit juve për ftesën. Ne nga çasti në çast presim të dëgjojmë fjalimin e zotit Rama në parlament, po nga agenda e deri tanishme ai ka zhvilluar takimin kokë më kokë me homologun Benjamin Netanyahu, patën edhe nga një deklaratë për shtyp për median që ne ndoshta gjatë bisedës do ta rikthejmë në pritje të fjalës në parlament. Po më thuaj së pari, si e pe këtë vizitë të Edi Ramës në Izrael në këtë moment për zhvillimet geopolitike dhe kryesisht zhvillimet në Gaza? Po, shikoj, është një vizitë që ka jo vetëm simbolik, por ka dhe rëndësi sa i takon raporteve dypalqe midis Shqipërisë dhe Izraelit. Mos ta harrojmë që Izraeli është një fuqi rajonale, fuqi në teknologji, fuqi në ushtri, pra dhe ekonomi patjetër, kështu që patjetër që Shqipërisë dhe kombeve të vogla ju duhen miq të mëdhenj. Dhe në këtë aspekt e shikoj si diçka pozitive, për më tepër që dhe respekti ndaj kryeministrit të Shqipërisë, kushdo qoftë ai që i bëhet për të dhënë fjalën në Knesset, pra në parlamentin izraelit, është një diçka që nuk i rezervohet të gjithë vizitorëve. Absolutisht, dhe kjo flet dhe për një raport strategjik midis dy vendeve dhe patjetër që këto raporte dhe nëse shkojmë përtej retorikës, përtej momentit, pra dhe do kenë një vazhdimsi, patjetër që janë pozitive. Kështu që në ana tjetër është dhe diçka tjetër që duhet theksuar. Raportet e Shqipërisë me Izraelin, ne theksojmë që kemi një rol të jashtëzakonshëm sa i takon mbrojtjes së popullatës hebreje në luftën e dytë botërore kur të gjithë ju kthyen shpinën. Por mos ta harrojmë që themeluesi i këtij vendi, i cili sot ka dhe ditën e kalimit në Afshim, pra 26 janar 1990 Ismail Qemal Vlora u largua nga kjo botë për të kaluar në përjetësi në historinë e Shqipërisë. Ai ngelet kurdoher aty si një gur qendror, pra, gur i rënd, dhe është ai i pari që përmendet nga studiusit dhe nga njerëzit që kanë shkruar për historinë e hebrejve. Është një libër jashtëzakonisht kuptim plot, Star and Sand, i shkruar në vitet 40 nga një studius historian i njohur hebrej, Joseph L. Barron e ka, dhe ka bërë këtë libër që është në gjuhën angleze dhe ku ka futur me qindra personalitete të botës, të historisë botërore, duke filluar nga antikiteti dhe deri sot, të cilët në një farë mënyrë kanë mbrojtur hebrejt, kanë folur për rëndësinë e tyre në historinë e njerëzimit, dhe ndërta është dhe Ismail Qemal Vlora. Kur pak flisnin dhe pak i mbronin, ai ishte guvernator, dhe duhet thënë dhe kjo, pra zanafilla dhe mirëkuptimi midis dy popujve shkon dhe përtej kësaj, kur ai ishte guvernator i perandorisë osmane në Rumaninë e sotme, ishte i ri, mbrojti hebrejt që persekutoheshin në Rumani, po dhe në Rusi, dhe donte të ndërtonte një qytet atje për t'i streuar dhe për t'i përkrahur në ndërtimin e jetës aty. Dhe për këtë fakt ai përmendet në këta njerëz të cilët janë si ana e mirë e njerëzimit. Pra ka dhe anën e errët njerëzimi në raport me këtë popull, po ka dhe këtë anën e mirë që është kontributi disa personaliteteve dhe po të shikosh aty janë ish president amerikan ose njerëz të shquar të historisë, të artit, të kulturës botërore, ndërta edhe ky shqiptar, Ismail Qemal Vlora. Patyshim, historia është e rëndësishme, ajo që kemi bërë ne për hebrejt është e vlerësuar dhe vim pastaj patjetër te lufta e dytë botërore, që është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm që flet për besën e shqiptarit, për traditën e shqiptarit. Dhe unë jo më kot e lidha pra me themelusin e shtetit modern shqiptar, dhe patjetër kur erdhi momenti tjetër i rëndësishëm historik, ku vetë shqiptarët, vetë populli shqiptar eci dhe tregoi atë shpirtmadhësi që nuk e treguan shumë kombe tjera dhe shumë vende tjera në raport me këtë komb. Pra, nëse në gjithë vendet e tjera hebrejt u shfarrosën sipas planit të artuar nga makineria e luftës naziste, në Shqipëri në fund të luftës kishte më shumë hebrejt se ç'kishte para fillimit të luftës dytë botërore. Pra, është një element jashtëzakonisht domethënës ky për shpirtin e madh të shqiptarëve. Dhe nuk është vetëm rasti i hebrejve, kemi rastin edhe të ushtarëve italianë që janë shtuar para hebrejve ndoshta, sepse ishin kur kapitulloi Italia fashiste dhe u mbrojtën derisa u larguan nazistët. Askush nuk e ka më dyshjen për historinë, për kontributin e shqiptarëve, për hebrejt, për raportet mes Shqipërisë dhe Izraelit ndër vite, por momentin në të cilin zhvillohet kjo vizitë i ka
ka pikpyetjet edhe për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, padyshim për luftën disa vjeçare në Gaza, për cilin ka dhe një urdhër aresti ndërkombëtar, nuk është se vizitojnë shumë lider botëror Izraelin në këto javë dhe në këto kohë. Prandaj them si përkon në aspektin ndërkombëtar Netanyahu dihet që sidomos në Europë është përfolur dhe nga shumë vende kanë mbajtur dhe qëndrime të ashpra në raport me luftën, sidomos me luftën e fundit në Gaza, e cila ka hyrë në një fazë tjetër aktualisht, por nga ana tjetër mos ta harrojmë që prap ka her pas here në një thyrje të arbushimit, por vazhdon plani paqes, kemi fazën e dytë tashmë të planit paqes dhe urojmë, siç është dhe iniciativa e fundit e presidentit amerikan për themelimin pra të bordit paqes, ku Shqipëria dhe Kosova janë pjesë e saj. Pra jemi në një fazë tjetër dhe uroj që të ecim në këtë rrugë dhe me sa shikoj dhe pengu i fundit që mbante në një farmase të ngrira raportet midis Izraelit dhe nga ana tjetër palestinezëve ose Hamasit në marrëveshjen e paqes parashikoi pra dorëzimi i gjithë pengjeve dhe i trupave tyre. Dhe pengu i fundit me ç'a vura re ishte sot trupi i tij ishte gjetur sot. Kështu që është një zhvillim pozitiv dhe ky që përmbyll më së fundmi edhe fazën e parë dhe kemi hyrë tashmë në fazën e dytë që ka të bëjë me rindërtimin e Gazës dhe ka të bëjë me menaxhimin dhe qeverisjen e kësaj Gazës së re që do rilindë nga kjo luftë dhe urojmë që realisht të jetë kjo paqe funksionale dhe e qëndrueshme, sepse është një konflikt që prej shekush nuk është gjetur një zgjidhje afatgjatë dhe e qëndrueshme. Patjetër që në këtë aspekt thënë kjo në raportet e Shqipërisë me Izraelin, ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka mbajtur qëndrime të distancuara në raport me Izraelin, ka pasur edhe mbështetje të jashtëzakonshme ndaj akuzave që janë ngritur nga gjykata ndërkombëtare e Hagës që ju përmendët, për shembull një nga zërat më të ashpër ka qenë Spanja apo dhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Kështu që patjetër me përjashtim të Hungarisë dhe të Viktor Orbanit, le të themi, që edhe ka ftuar për vizitë dhe nuk ka bërë vizitë tjetër Netanyahu në këtë periudhë të luftës në Gaza në një vend tjetër evropian. Të fortë brenda vendit, mos të harrojmë që janë dhe zgjedhjet, është procesi penal që zhvillohet ndaj tij, pra akuzat që janë ndaj tij për korrupsion apo për gjëra të tjera. Pra nuk është një moment jashtëzakonisht komod apo le të themi të fortë politikisht edhe Netanyahu. As faza e parë e planit të paqes për Gazën apo edhe hapi për fazën e dytë nuk ka ndikuar pozitivisht për raportin e tij të brendshëm në Izrael apo jo? Patjetër. Që është në një moment dhe ai jo shumë pozitiv dhe siç e përmendët ju, nuk ka shumë vizita ndoshta nga lider të tjerë botëror, por nuk është vetëm kjo, domethënë se nuk do ta ngatrojmë vizitën e Donald Trump. Donald Trump shkoi në Izrael pasi u arrit faza e parë e marrëveshjes që ishte historike. Ishte historike dhe domethënë se dhe vizita e tij. Patjetër. Tani, thënë kjo, nuk është kjo një situatë për të ulur dhe rëndësinë e kësaj vizite, në kuptimin që ku dëgjojmë në një gjë për ta nxjerrë. Jo, patjetër, thjesht por jo shumë në drejt pyetje. Por duhet të them këtë, që ne shikojmë çfarë përfiton Shqipëria në këtë marrëdhënie. Pra nëse shqiptarët, shteti shqiptar, lidh një aleancë strategjike me një shtet të rëndësishëm për rajonin e lindjes mesme, por edhe për tej atij, nuk e shikoj si një gjë negative. Patjetër këto do ta tregoj edhe koha. Në studio kishte një material të përgatitur nga kolegët për raportet ekonomike mes dyja vendeve, si ka ndryshuar situata. Dhe nga konferenca e shtypit ndoshta janë thënë disa detaje për thellimin e marrëdhënieve. Po. Sa pata mundësi të ndiqja për thellimin e marrëdhënieve dhe në fushën ekonomike dhe në zhvillimin e ndoshta edhe të industrive ushtarake, mund të ketë sidomos edhe në fushën e turizmit, marrëveshje në fushën e turizmit, pra janë të rëndësishme për Shqipërinë në këtë aspekt, edhe për te simbolikës po flas të vizitës. Pra që e rëndësishme është mos të ngelemi në simbolika, pra mos të ngelemi në politikën e ditës, në raportet ndërkombëtare të ditës që kanë të bëjnë edhe me krizat e njërit vend apo tjetrit. Por të shkojmë për tek kësaj, pra marrëdhënia të jetë më strategjike në planin afatgjat. Çfarë mund të ketë Shqipëria në paqen në Gaza, edhe si pjesë e bordit të paqes padyshim? Shiko, në qoftë se Izraeli ka pasur për shembull rezerva për disa vende që janë pjesë e këtij bordi, siç është Turqia për shembull, që e ka thënë shprehmisht që nuk e sheh me sy të mirë angazhimin e tyre dhe në forcën e paqes që mund të jetë e atashuar për shembull në Gaza në vijim. Shqipëria ndoshta është një popullat kryesisht muslimane,
Dhe në këtë aspekt, duke pasur parasysh dhe fen e popullit palestinez, ndoshta mund të jetë më mirë pritur, po flas në qoftë se nesër do i kërkohet Shqipërisë të jetë prezent me kontribut dhe në çështjet e sigurisë në të ardhmen e Gazës. Me trupa se Shqipëria nuk ketë një forcë aty. Është avantazhuar në raport me të dy palët, qoftë me popullsinë muslimane palestineze, pra ne nuk jemi diskriminues ndaj askujt, pra siç po flasim për hebrejt, ashtu jemi vetë në pjesën më të madhe musliman, por kemi dhe harmoninë e jashtëzakonshme fetare brenda vendit, pra qoftë me ortodoksët, qoftë me krishterët. Shqipëria e ka këtë vlerë të jashtëzakonshme që për së vërtetës nuk e kanë vendet e tjera. Kemi parë konflikte të përgjakshme fetare, siç shohim edhe sot në botë, ndërkohë në Shqipëri nuk kemi të tilla gjëra dhe nuk kemi pasur historikisht. Kështu që kjo është një vlerë që mund të përçohet edhe në rajone të tilla ku ka kriza të këtij niveli, pra që janë shekullore, po i quaj. Dhe mendoj që dhe Shqipëria mund të ketë një rol për të luajtur pikërisht që mos të jetë thjesht dhe vetëm në bordin e paqes një spektator, por duhet të jetë, sepse këtu vin risqe pastaj. Me kontributin e saj modest, aq sa të mundet. Por mund të jetë një kontribuese me përmbajtje të rëndësishme, pra përmbajtësore, të jetë kontribut i qëndësishëm përmbajtësor në raportet, jo vetëm midis Izraelit dhe Palestinës, po dhe përtej në vendet e tjera ose në rajonet tjera ku ka konflikte sot në botë, të cilat duhen zgjidhur. Patjetër, është e rëndësishme, por një detaj në deklaratën e Ramës me Netanyahu kur ishin para medias, Rama tha në Shqipëri nuk u zhvilluan protesta gjatë luftës në Gaza kundër Izraelit. Në Shqipëri në fakt ka patur protesta sporadike her pas here që bënin thirrje për fundin e luftës në Gaza. Patjetër, ajo ishte një situatë, sepse ju e dini shumë mirë, lufta në Gaza ka qenë një moment jashtëzakonisht i vështirë edhe në aspektin e perceptimit të Izraelit nga opinioni publik ndërkombëtar dhe kryesisht evropian. Ju e dini shumë mirë se çka ka ndodhur në kampuset e universiteteve amerikane apo dhe në sheshet e qyteteve evropiane. Pra, ishte një konflikt jashtëzakonisht i përgjakshëm me 40.000, mbi 40.000 të vrarë, kryesisht ishin fëmijë aty, ishin gra. Pra, domethënë nuk është e lehtë për një shtet që të marrë veten nga tilla po them drama, tilla sfida. Vërtet. Kështu që në këtë aspekt Shqipëria dhe këtu ndoshta nuk ka qenë në ato niveli i protestave apo i zëri siç ka ndodhur në shumë vende të botës dhe vende europiane kryesisht. Po ka pas protesta më të zëshme, shumë më masive dhe më të zëshme, dhe të cilat kanë ndikuar dhe ndikojnë në perceptimin e imazhit të shtetit të Izraelit, por nga ana tjetër shqiptarët, siç e thash, janë treguar të barazlarguar në kuptimin e mbajtjes së distancave, po flas shteti shqiptar, në mbajtjes së distancave, nuk kanë qenë as ata më të zëshmit në mbrojtje të Izraelit, po as edhe në mbrojtje të çështjes palestineze, siç është rasti për shembull i shteteve tjera. Keni Turqinë, që ka qenë më në mbrojtje të popullatës në Gaza, apo dhe të Hamasit, kanë qenë të drejtë për drejta, dhe që kanë luajtur një rol dhe në arritjen e paqes, në ndikimin që kanë pasur te arritja e paqes me Hamasin, me uljen e tyre negociata, me pranimin e kushteve. Kështu që patjetër, thënë kjo, patjetër që nevojitet që kjo marrëveshje paqe të jetë funksionale dhe ne mos shikojmë më kthim pas në atë rajon, dhe ajo përgjakje e viteve të fundit, pra e konflikti jashtëzakonshëm, mos të përsëritet më, sepse është në të mirën e atij rajoni, po dhe në të mirën e botës mbar, që konfliktet e tilla t'i lëm pas, sepse ishte një kthim në kohë ku shikoja, domethënë imazhet kanë qenë të pakta realisht, sepse nuk lejohesh edhe gazetarët që të hynin aty në Gaza, dhe kemi pasur të pakta imazhet, por ato që kanë ardhur kanë qenë dramatike. Mos ta harrojmë, se çfarë ndodhte aty ka qenë një situatë tepër dramatike. E vërtet. Shikon që gjithçka me fazat e mëtejshme të planit të paqes nuk do të ketë pengesa, zotimet që ka bërë Hamasi për të çarmatosur, për të bërë edhe pjesë e strukturave të ardhshme të tranzicionit, pra nuk shikon minim në thonjza të paqes së arritur atje. Ka pasur momente ku, siç e përmendëm në fillim, është thyer ambushimi dhe së fundmi në mediat ndërkombëtare qarkullon edhe një vrasje një fëmije para pak ditësh
ose orësh më saktë në Palestinë, pra ndërkohë që ne kemi marrëveshjen duke u zhvilluar, kemi zhvillime të rëndësishme, pra dhe firmosja e kartës së Bordit Paqes, pra të kësaj organizate të re, por deri tani duket se gjërat po ecin në rrugë të mbarë. Ka pasur, siç e tham, incidente, potencione që mund ta rrezikojnë, por e shikojnë në rrugë të mbarë për momentin dhe urojmë që të shkojnë në këtë rrugë. Dhe fakti që po hym në fazën e dytë dhe po flitet tani për ngritjen e emrat kanë dalë të bordit ekzekutiv, mënyra se si do menaxhohet është duke u shpalosur, pam në Davos dhëndrin e presidentit Trump, pra Jared Kushner që foli konkretisht për mënyrën se si ata e konceptojnë rindërtimin e Gazës, pra si një qytet i së ardhmes, një qytet modern, dhe pse jo mos të ndodhë dhe mos të bëhet realitet kjo gjë për atë popull që ka vuajtur kaq shumë. E vërtet. Sidomos në këto vitet e luftës të fundit që kanë qenë vërtet të tmerrshme. Në Davos, 19 vendet e para hodhën firmën për të qenë pjesë e Bordit të Paqes, të tjera megjithëse do ta hedhin në Shtëpinë e Bardhë apo në takime të tjera ndërkombëtare. Shqipëria dhe Kosova janë dy vendet e Ballkanit nga 6 shtete që ne kemi që janë pjesë. Osmani e firmosi në Davos, Rama pritet ta firmosi në Shtëpinë e Bardhë. Pozitive për praninë edhe të Kosovës, që ka një status të diskutuar, le të themi, për shkak të mosnjohjes në të gjitha shtetet. Kjo që thoni ju është e vërtet. Pra për të dy vendet tona, pavarësisht skepticizmit me të cilin është shpritur kjo iniciativë, kryesisht në Europë, në shtetet europiane të rëndësishme të Bashkimit Evropian, pavarësisht kësaj, për ne shqiptarët është një gjë shumë e rëndësishme fakti që jemi pjesë e tryezave të tilla globale. Pra, prania aty, thjesht prania njerë është historike. Pastaj të jesh dhe kontributor, të kesh mundësi që dhe të japësh dhe kontribut përmbajtësor, është akoma dhe një plus më i madh, ne këtë duhet të synojmë. Pra, në qoftë se Kosova sot është në një fazë që ka nevojë për mbështetje ndërkombëtare, ka nevojë për të qenë subjekt i së drejtës ndërkombëtare me të drejta të plota dhe të njihet në sa më shumë shtete, një platformë e tillë patjetër që ndihmon jashtëzakonisht shumë për ta bërë sa më shumë të dukshme dhe për ta bërë Kosovën protagoniste dhe për të është në një farë mënyrë një deklaratë politike për të thënë që Kosova nuk është pjesë e krizave, nuk është pjesë e problemeve, por është pjesë e zgjidhjeve. Shqipëria nga ana tjetër. Nëse ne kemi luajtur ndër vite, ndër dekada dhe po vi prapë te themeluesi, që na themelimi i këtij shteti, ai që konceptojnë dokumentin e parë diplomatik dhe të jashtëzakonshëm ka shkruar pikërisht këtë fjalë. Shqipëria do lind si shtet, vjen në arenën ndërkombëtare si një element ekuilibri dhe paqeje në Europë. Dhe këtë rol Shqipëria ka luajtur në çfarë do lloj faze të shtet ndërtimit. Po doni ju pas pavarësisë, kohën e mbretërisë, doni në kohën e diktaturës, patjetër edhe me gjithë problemet e tradicionit të gjatë të demokracisë. Shqipëria dhe sidomos dhe në mundësinë që i është dhënë për të drejtuar për shembull dhe kryesuar dhe organizata rajonale, po dhe më të gjera se rajonale, siç është OSBE-ja, ka dhënë një kontribut edhe aty në kryesimin e saj, po dhe në NATO, dhe në në raportet me BE-n. Pra Shqipëria kur do erë është pjesë e zgjidhjeve, jo pjesë e problemeve. Këtë rol ne kemi luajtur. Pra jemi si faktor stabiliteti. Mund të vijemi në një zgjedhje në të ardhmen e afërt mes Amerikës edhe BE-s, e cila vjen të jetë skeptike për çfarë pavarësisht problemeve BE-ja gjithmonë ka qenë tani raportet Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar, nuk janë më ato që ishin. Dhe është një fazë tjetër zhvillimesh. Ne nuk jemi aktualisht pjesë e BE-s, por synojmë që t'jemi. Na vë kjo në para dy zgjidhjeve. Nuk besoj, sepse dhe vetë vendet e BE-s, Italia për shembull, thotë që nuk na i lejon kushtetuta për momentin. Do ta shikojmë, ishte më delikate do ta shikojmë në vijim, për shembull. Me elegante. Dhe në takimin me kancelarin gjerman. Francezët janë shprehur për momentin kundra, por nga ana tjetër edhe spanjollët e kështu me radhë. Janë kundër. Por Greqia kundër. Unë gjykoj këtë. Ne duhet të shikojmë gjërat në këndvështrimin e interesit ton kombëtar dhe strategjik. Patjetër që ne nuk duhet të gjendemi para dy zgjidhjeve o këtej o andej. Unë besoj se kjo iniciativë në koha do ta tregojë dhe do ta shpalos më mirë thelbin e saj. Do të bashkohen edhe më shumë vende po thua. Dhe mënyrën se si do operojë. Unë bim të gjithë dakord besoj dhe për një gjë, që sot bota ka nevojë për mekanizma të tjerë më fleksibël ndërmjetësimi dhe zgjidhjesh konflikteve, sepse
ato që kemi, organizatat që kemi në arenën sot ndërkombëtare, siç është OKB-ja, Podoniu dhe OSB-ja, apo organizata tjera, rajonale për shembull, mund të luajnë një rol më të rëndësishëm. Kanë treguar dobësi OKB-ja, OSB-ja në zgjidhjen e konflikteve, në parandalimin që është më e rëndësishme. Dhe në zgjidhjen aktuale, domethënë në zgjidhjet aktuale të konflikteve nuk po shohim rol të qëndrueshëm të OKB-s. Pra, është një moment kyç që mund ta zvendësojë në të njëjtë art me ta afër OKB-n. Ndoshta nuk e di, mund të shkojë në këtë rrugë, por mund të jetë dhe plotësues. Pra mund të jetë dhe plotësues. OKB-ja ka nevojë për të shkundet, patjetër. Jo vetëm të shkundet, por të riorganizohet, të rindërtoj raportet me vetveten rreth parë, sepse është një mekanizëm që gjithmonë bllokohet atëherë kur duhet të jetë më aktiv ose më dinamik, pikërisht atëherë ngjet. Pra nuk zgjidh dot gjë. Dhe kur ndodhin konfliktet nuk është në gjendje që ti japi një zgjidhje paqes, pra siç e kemi parë në konfliktet e fundit. Kështu që ka nevojë këtu për ta riparë mënyrën se si është ndërtuar ky mekanizëm që për së vërtetës ka dhe kontribute, ka dhënë dhe në ndërtimin e kësaj paqe 80 vjeçare, sidomos në Evropë, po edhe në tërësi, po flas në botë, konflikte të mëdha përplasje titanësh nuk kemi parë. Kështu që kanë një rol pozitiv edhe këto organizata, mos ta harrojmë edhe këto, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë OKB-ja për Europën, po dhe për tej, por nga ana tjetër tregojnë që duhet të ndryshojnë dhe nuk funksionon si duhet. Kështu që një platformë e tillë dialogu, siç është iniciativa e presidentit Trump, pavarësisht paragjykimeve, pavarësisht që disa vende shprehen që është në hyjmin e presidentit amerikan, ai përjashton këdo, pranon këdo dhe ne kanë skepticizëm në këtë moment, por fakti është që bota ka nevojë për Shtetet e Bashkuara. Do thoni ju në këtë formë që po e trajton presidenti Trump apo në forma tjera është çështje që do të shikohet në të ardhmen se si do jetë mënyra më e mirë për t'i bërë sa më shumë vende bashk, por unë gjykoj këtë që sot vendet europiane, pavarësisht që shprehen skeptik në kësaj nisme, nuk janë në gjendje që të prodhojnë diçka tjetër, ndoshta një platformë tjetër më të mirë ose të bëjnë të funksionojnë ato që janë aktualisht për të parandaluar dhe për të zgjidhur konfliktet në botë. Këtë nuk e shikojmë një propozim të tillë. Kështu që kjo iniciativë, pavarësisht skepticizmit të disave, duhet mirëpritur në kuptimin duhet dhënë një mundësi dhe ta shikojmë si do shpërfaqet pastaj dhe si do mendon që së shpejti edhe vendet e Bashkimit Evropian do të bëjnë pjesë e kësaj nisme pra bordit të paqes në një të ardhme jo shumë të afërt, nisur edhe nga deklaratat që kanë bërë liderët e tyre kryesor. Fakti Gaza është guri provës i kësaj nisme. Pra aty do shikohet dhe sa efektive është kjo. Që po duket në rrugë të mbar, me sa po shikojmë plani kaloi fazën e parë, po në fazën e dytë që është e rëndësishme, pra që ka të bëjë me rindërtimin, me menaxhimin, me qeverisjen e Gazës, me çarmatosjen e Hamasit. Pra hyn në një fazë akoma më të rëndësishme dhe delikate. Dhe patjetër që është dhe një test për vetë bordin e paqes. Patjetër. Ke mundur të mësosh detaje, do ta ketë Selin në New York, siç është Organizata e Kombeve të Bashkuara, Pallati i Qelqit. Nuk besoj se do i bëjnë rivalitet njëra tjetrit. Prandaj po them se edhe kjo është detaj tjetër në New York. Detaj i rëndësishëm. Nuk e di saktësisht se ku do ta ketë Selin. Le ta shikojmë. Deri tani nuk është thënë aktualisht, sepse është në zhvillime sipër, është shumë dinamike gjë. Dhe fokusi është në Gaza aktualisht. Patjetër. Dhe më pas, kur të suksesi aty, patjetër që do të japë një shtysë të jashtëzakonshme kësaj organizate dhe në të gjitha vendet e tjera të botës. Dhe fokusi patjetër do jetë parandalimi dhe tek që është moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, se nëse ti je në gjendje të parandalosh siç Shtetet e Bashkuara e kanë bërë dhe presidenti Trump ndoshta disa thonë që mburret shumë, por jo dhe aq, në kuptimin ka ca të vërteta në ato që thotë ai. Pra, po mos ishin Shtetet e Bashkuara, nuk po them tash që është personale vetëm e tij merita apo jo, këtë t'ia lëm historisë, por ka disa momente shumë të rëndësishme edhe në rajonin ton. Ne kemi parë dhe vizita krerësh të rëndësishëm të organizatave të inteligjencës, siç është drejtori i CIA-s apo personalitetet e tjera, para momenteve decizive siç ishte Banjska apo konflikte tjera që priteshin të përshkallëzoheshin, një ndërhyrje e pazëshme shumë. Thjesht një vizitë e drejtorit të CIA-s para rreth një viti në mos gaboj, që kaloi në eshtje pastaj. Edhe në Bosnjë Hercegovinë mos gaboj. Patjetër, ishte momenti. Pra dhe Bosnja ju e dini shumë mirë problematikat që ka me shtetformimin, shtetëndërtimin, funksionimin. Apo edhe me zhbërjen siç ishin shumë nisma patjetër të brendshme. Janë sfidat.
po Kosova nga ana tjetër, dhe një vizitë në atë moment që Rusia nga ana tjetër tentonte ta hiqte vëmendjen dhe ta hiqte fokusin e partnerëve perëndimor dhe aleatëve nga Ukraina, por t'i shpërqendronte diku tjetër, pra ishte një moment deciziv. Mos ta harrojmë këtë gjë që historia do t'i vlerësoj këto gjëra më pas, por ishin këto iniciativa, pra konkretisht Shtetet e Bashkuara që kanë bërë të mundur dhe parandalimin e konflikteve dhe në rajonin ton. Pastaj mos të hyjmë edhe në vende rajone të tjera ku ka pas konflikte siç është India me Pakistanin, patën për shkallëzim, doni Armenia me Azerbajxhanin, kemi në Afrikë konflikte, Kambodgja me Tajlandën, apo pra ka vatra të tjera konfliktesh të cilat janë parandaluar dhe ose janë izoluar në kohë. Pra, bota nuk është vetëm këtu te ne, është edhe për te nesh. E vërtet. Në sekondat e fundit, zhvillime interesante dhe japin shpresë nga takimet e Abu Dhabi do të vijojnë edhe javën e ardhshme për një paqe në Ukrainë dhe flitet për një format të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë, kur ulën bashkë rusët, amerikanët dhe ukrainasit në një tryezë. Duket vetëm çështja e territorit dhe sovranitetit po i dan palët, le të themi, edhe tek çështja e sigurisë dhe garancisë Ukraina dhe Zelenski janë të kënaqur apo jo? Po, shiko, është edhe sa i takon raportit midis Rusisë, Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainës, ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse për herë të parë po shohim një format të tillë dhe për më tepër nga ajo që kam arritur të mësoj nga ata që kanë qenë pjesë e tavolinës, pra që është folur në media, flitet që ka pas dhe bashkëbisedim dhe vetëm për vetëm të rusëve me ukrainasit. Dhe mos harrojmë që është niveli shumë i lartë dhe i delegacioneve. Është shefi i kabinetit të presidentit Ukrainës, pra Budanov, i shefi i shërbimit ushtarak, që ka një kontribut të jashtëzakonshëm dhe në kundërpërgjigjen ukrainase ndaj Rusisë në luftë, dhe nga ana tjetër kemi shefat e GRU-s, pra general të cilët janë ata strategët e luftës. Pra është një nivel, nuk janë teknik të dërguar teknik. Dhe jo më kohë dhe mori dhe këtë pozicion të rëndësishëm Budanov para pak kohësh, e ka marrë tani së fundmi, pra muajin e fundit, pozicionin e shefit të zyrës, pasi ndodhi ajo kriza me shefin e mëparshëm dhe akuzat për korrupsion, e mori pikërisht ky për të udhëhequr dhe negociatat. Dhe ka pasur një vizit të dy delegatëve amerikanë ose dy negociatorëve kryesor në Moskë, Witkoff edhe Kushneri, para se të shkonin dhe të inicionin në Abu Dhabi, pra këtë takim tripalësh. Kështu që unë mendoj se është duke u luftuar për të arritur paqen, dhe besoj se jemi më afër ndoshta se kemi qenë herë të tjera, koha do ta tregoj patjetër, por jemi afër, sepse negociatat do vazhdojnë, në informacionet e fundit që fliten nëpër media, negociatat do vazhdojnë dhe javën që vjen, ndërkohë mos harroni që një luftë ka nevojë për burime financiare. Vendimi i fundit sot i Bashkimit Evropian, i cili ka vendosur Këshilli Evropian që të bllokojë ose të heqim dorë nga furnizimi, totalisht nga furnizimi me gazin rus në 2027, është një goditje për infrastrukturën e luftës ose për mekanizmat se si funksionon një luftë, pra do para. Nga ana tjetër, nëse Amerika ka intensifikuar sanksionet, por nëse rusët do tregojnë kokë fortë, sepse kemi një plan paqe me 20 pika që e kanë rakorduar aleatët me Ukrainën, ne mos ta harrojmë që kanë rënë dakord. Dhe rusët tani janë ata që kanë pretendimet e tyre, kryesisht sa i takon Donbasit, pra që duan kontroll total. Ndërkohë ka propozime për një zonë të lirë ekonomike aty, për ta menaxhuar ku dhe aleatët apo Shtetet e Bashkuara të kenë një rol në paqen e ardhshme. Është Donbasi Groenlanda e Ukrainës për Rusinë gjithmonë? Po, për Rusinë shumë, shiko, mund ta themi është e rëndësishme këtë paralele. Shiko, patjetër që është e rëndësishme sepse është dhe një aspekt tjetër. Aty është e fokusuar dhe mbrojtja nga sulmet e ardhshme të Ukrainës, përveç mineraleve, përveç pozicionit strategjik midis dy vendeve dhe pasurive nëntoksore që ka kjo krahin. Mos ta harrojmë që pjesë më të madhe e ka në zotrim aktualisht Rusia, pra ka rreth 20% të territorit përgjithshëm mirë, 19, më saktë 19% të territorit përgjithshëm të Ukrainës. Por në arritjen e marrëveshjes së paqes, nëse Rusia nesër do tentoj prap ta marrë me një sulm tjetër, po themi Ukrainën, dhe këtu është frika e Ukrainës, thotë që ne fortifikimet i kemi ndërtuar pikërisht në këtë zonë kryesore për ta ndaluar sulmin e ardhshëm rus. Dhe nëse na bie ky fortifikim, na bien këto investime që kanë bërë në mbrojtjen e vendit, atëherë jemi më vulnerabël, më të dobët përballë
Rusisë nesër. Pra ndaj kam ngullur dhe tek garancit e sigurisë, për cilat Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord dhe ata i kanë dashur dhe garanci, jo vetëm, po themi, në letër, por i kanë dashur edhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pra me ligjin ndërkombëtar, dhe pritet që të votojnë dhe në Senatin ose në Kongresin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto do shifet forma se si do ketë marrëveshja. Do të jenë interesante dhe të shpejta dhe për Ukrainën. Urojmë që paqja të jetë sa më afër. Evaristo Beqiri, falenderoj që ishe me mua në studio. Faleminderit juve, kënaqësi.